Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do përgatisim biskota të shëndetshme. Atëherë, për këto biskota nuk na duhen shumë përbërës, vetëm 3 përbërës gjithsej. Këto janë të shëndetshme dhe sidomos për ata që vuajnë nga sheqeri, nuk ka sheqer, nuk ka miell, nuk ka vezë, nuk ka asgjë. Thjesht 3 përbërës natyral. Pasi kemi shtykur bananet me pirun, do shtojmë dhe një lugë tahini. Dhe kjo është një mënyrë e shëndetshme, sikur ju thash, dhe për ata që majnë dieta, kjo lloj biskote është si snack pasdite ose mëngjesi. Është shumë e shijshme. Atëherë do na duhet edhe një got e plot me fara susami, masën do ta përziejmë mirë në mënyrë të njëtrajtshme dhe do ta kemi gati për ta pjekur. Pasi përbërësit I kemi përzierë mirë, do na duhet dhe një tepsi ku kemi vendosur letër pjekje dhe masën e përgatitur do ta shtrojmë me lugë. Me anë të lugës, llogaritë të dalin rreth 9 biskota. Në mënyrë që biskotat të dalin në formë pak më të rregullt, përdorim një enë kuzhine ose një gotë. Më tutje kemi parë ngrohur furrën 180 gradë dhe do t'i vendosim t'i pjekim për rreth 10 minuta, por gjithmonë duke kontrolluar sepse susami mund të skuqet më shpejt nga ç'duhet, kështu që kontrolloni her pas here. Pasi t'i nxjerrni nga furra, mos I hapni direkt për arsye sepse ato janë shumë të buta, kështu që duan rreth 5-10 minuta derisa të ftohen. Pasi të ftohen, ato janë piksur mjaftueshëm. Atëherë miq, kjo ishte receta, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni t'i bëni kanalit like dhe subscribe sepse për mua është një ndihmë shumë e madhe. Uroj të jeni mirë bashkë me familjet tuaja. Gjithë të mirat.